Gjatë tremujorit të tretë të këtij viti, transporti detar ka shënuar rritje si në volum mallash, ashtu edhe në numrin e anijeve dhe pasagjerëve që kanë lëvizur përmes porteve detare të vendit. Porti i Durrësit ka mbetur pika kryesore e transportit të mallarve, duke përpunuar 95% të volumit total të mallarve të transportuara në det, ose 2135.000 tonë. Ky volum rezulton 17.5% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke konfirmuar Durrësin si qendrën më të rëndësishme të tregtisë detare në vend. 4 porte që operojnë për transport mallash, Durrësi, Vlora, Shëngjini dhe Limjoni në Sarandë, përpunuan gjatë tremujorit të tretë një sër grupesh mallash, ndërto pjesën më të madhe e zë grupi Kokë dhe produktet e rafinuara të naftës, i cili përbën 19.3% të gjithësisë së mallarve të transportuara nga portet shqiptare. Më pas renditet grupi metale bazë dhe produkte metalike të fabrikuara, përveç makinerive dhe pajeve, që zën 15.8%, si dhe grupi produkte të tjera minerale jo metalike me 13.7%, ndërsa qymyr, linji, nafta bruto dhe gazi natyror përbëjnë 6.5% të totalit. Numri anive që kanë hyrë dhe dalë në portet shqiptare ka arritur në 261, prej të cilave 250 janë të huaja dhe 11 janë vendase. Edhe transporti i pasagjerëve ka regjistruar një aktivitet të lartë gjatë kësaj periudhe. Gjatë tremujorit të tretë të vitit, nëpërmjet porteve të Durrësit, Vlorës dhe Sarandës, kanë udhëtuar mbi 1 milion pasagjerë. Porti i Sarandës ka mbajtur pjesën më të madhe të lëvizjeve me 49.2% të totalit të pasagjerëve, i ndjekur nga porti i Durrësit me 40.8% dhe porti i Vlorës me 10%, duke reflektuar rritjen e flukëve turistike dhe lundrimeve ndërkufitare në këtë periudhë verore. Në tregtinë detare të mallarve, eksportet dhe importet kanë regjistruar gjithashtu një rritje. Gjatë tremujorit të tretë 2025, volumi i mallarve të tregtuara në det ka arritur në 1467.000 tonë, me një rritje prej 5.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024.